Kur njerëzit filluan të shumohen mbi faqen e dheut dhe u lindën atyre vajza. Djemtë e Perëndis panë që vajzat e njerëzve ishin të bukura dhe morën për gra të gjitha ato që i zgjodhen vetë. Dhe Zoti tha, fryma im nuk do të hahet gjithnjë me njeriu, sepse në shturjen e tij ai nuk është veç se mish. Ditët e tij do të jenë pra 120 vjet. Kishte gjigant mbi tokë në atë kohë, madje edhe më vonë, kur bijtë e Perëndis ju afruan bijave të njerëzve dhe këto u lindën atyre fëmijë. Ata janë heronjë që jetuan në kohën e lashtësisë, janë njerëzit e famshëm të këtyre kohëve. Dhe tani Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë, dhe që tërë synimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk ishin gjë tjetër veç se e keqja në çdo kohë. Dhe Zoti u pendua që kishte krijuar njeriu mbi tokë dhe u brengos për këtë në zemër të vet. Kështu Zoti tha, unë do të shfaros nga faqja e dheut njeriu që kam krijuar, duke filluar nga njeriu deri te kafshët, të rreshtanorët, te zogjtë e qiellit, sepse pendohem që i kam krijuar, por Noeu gjeti hir në syrin e Zotit.